Sektori për punë të brendshme Tetov njofton se gjatë ditës së djeshme në një objekt hotelerik në rrugën Goce Delçev në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria 4 persona të moshës nga 22 deri në 24 vjeç, të gjithë nga Gostivari. Gjatë kontrollit tek ata janë gjetur 9 paketime me lëndë pluhur të bardhë. Më vonë, siç njofton sektori për punë të brendshme Tetov, me urdhër gjyqësor, është kryer kontroll në shtëpinë e njërit prej të dyshuarve, me çrast janë gjetur dhe sekuestruar një pistolet Beretta e kalibrit 22 mm, një pushk karabin, zastave e kalibrit 8.57, një korniz karikator dhe gjithsej 191 plumba të kalibrave të ndryshëm, për të cilët nuk posedonte leje. Pas dokumentimit të rastit, ndaj personave do të parashtrohet kallëzim përkatës, thuhet në komunikatën e sektorit për punë të brendshme Tetov.